Erian Velis, që sot nuk ekziston. Prit, do të nxjerrim prapë se janë marifete këta të politikës. Politika kurv që ka Shqipëria. Pra të lutem. Me vjen keq që t'jap këtë përgjigje, ti e gazetar, po di të them që Shqipëria shpejt do të bëhet një shtet me emër të paqen. Jo me emrin e Skënderbeut, me flamurin e arë që e kanë shliru disa mira shqiptarë që e mbrojtën me gjak, me djerës, juk veri. Por, Partia Demokratike duhet ta marrë breziri, jo pleshte në vend t'i matë, se i matë ka vdek. U shkof të mbarë. A jeni dakord me qytetarën? Një fjali për pensimin, për rrëgat, për gjitha.